Gatimet tradicionale të Shqipërisë zakonisht janë me pak ingredient dhe ky është një nga ato, është çomleku me mish, por zakonisht çomleku bëhet me qep ujka ose me qep normale. Kësa radhe unë po ja u sjell me qep të njoma edhe normalisht me mish. Është shumë i mirë. Përshëndetje miq të kanalit Cook O'Clock, se të gjithë jeni miq të këtij kanali. Sot jemi me këtë recetë, me recetën e radhës, që do lëpim gishtat me copën e bukës, do ngjyrim dhe fundin e tenxherës, sa që mirë do jetë. Çomlek me mish dhe qep të njoma. Kjo është një recetë e re. Për ingredientët duhet gjys kile mishi, një prerë copa të tilla. Duhet një 2 tufa me qep të njoma dhe salcë domate gati një 300-400 gram. Para përgatitja është që qepve do t'i heqim pjesën jeshile dhe do t'i lëmë vetëm pjesën e bardhë. Dhe këto, siç i kemi, t'i vendosim pak në radhë kështu edhe t'i presim në copa pak a shumë kaq të gjata, që të ndihen, ose të tretën. Mjafton. Në tenxhere, vaj ulliri do shtojmë për një skuqje mishin komplet. Do t'i shtojmë qepën tani të gjithën. Qepa nuk ka nevojë të skuqet shumë, do t'i shtojmë komplet salcën e domates. Bashkë me salcën e domates, për të shplar pak tasin që kisha me akoma salcë, që kishte mbetur edhe pak, e mbusha me ujë, i futa një të shplar, i kam shtuar dhe ujë, kështu që ka edhe ujë në shtuar. Do t'i hedhim dhe gati gjys duke gjithë me koncentrat domate. Ka filluar të marrë val, do t'i shtojmë krip. Do t'i shtojmë pak fare sheqer, sepse sheqeri i rregullon të gjitha shijet bashk. Piper të zi. Do t'i hedhim majdanos. Do t'i shtojmë prap ujë, gati një gotë, e da lëm tani të zjejë avash avash, sepse e do avash avash. Kanë kaluar pothuajse 2 orë, sepse 2 orë zbutet mishi, bëhet dërmil, bëhet super i butë, lëngu është trashur. Ja t'ja u tregoj pak. Këtë trashësi duhet të ketë. E heqim, e lëm të ftojë dhe e kemi gati për ta hedhur në pjatë. Edhe kjo është receta dashur miq, shumë faleminderit që e ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, sepse duke bërë subscribe jeni pjesë e këtij kanali dhe sa i dhe videot ju del me një herë dhe mund të vini të shikoni. Këtu ka vetëm receta të reja, receta fantastike, kështu që mund të shkoni të shikoni të gjitha, i keni te kanali. Bashkë do shihemi përsëri në video të radhës. Mirupafshim.